frika ndaj Allahut i bën njeriu të mundur një jetë të shëndetshme shpirtërore. Imam Ahmedi përmend duke thënë frika dhe shpresa, të dyja thot duhet të jenë në balancë. Pra nuk mundet njeriu të ketë shumë frikë dhe të heqë një farë forme dorë nga shpresa, dhe nuk mundet thot njeriu të ketë vetëm shpresë dhe të mos ketë frikë Allahut. Dhe kanë përmendur dietarë të tjerë që njerëz të cilët e adhuruan Allahun vetëm me dashuri dhe harruan të shpresonin tek shpërblimi i tij dhe harruan të friksoheshin nga dënimi i tij, devijuan. Njerëz të cilët e adhuruan Allahun vetëm me shpresë, por harruan e adhuruan Allahun me shpresë, harruan ta donin Allahun dhe të friksoheshin atij. Dhe këtë tillë njerëz thon dietarë devijuan. Dhe patën njerëz të cilët e çuan çështjen në ekstrem, harruan dashurinë ndaj Allahut, pra që duhet të kenë për Zotin e tyre, shpresën që duhet të kenë ndaj Allahut për shpërblimet që ai jep dhe që i bën besimtarët banor xhenetit, dhe thotë adhuruan Allahun thot vetëm me frikë. Përmendin dietarët që të tillë njerëz e çuan çështjen e adhurimit të Allahut, pra raportin e njeriu me Allahun në ekstrem. Pra njeriu duhet ta dojë Allahun, duhet të ketë shpresë tek shpërblimi i Allahut, tek mëshira e Allahut, që Allahu do ta falë, që Allahu do ta mëshirojë, dhe duhet i druhet, duhet i friksohet dënimit të Allahut dhe te kalimit të atyre kufive që Allahu ka vendosur. Pra jeta e njeriu duhet të jetë e balancuar midis shpresës së shpërblimit, së mëshirës së Allahut dhe frikës së dënimit të tij. Dhe nuk mundet jeta e njeriu të anojë vetëm nga njëra apo vetëm nga tjetra, po duhet të jetë e balancuar midis frikës ndaj Allahut dhe shpresës ndaj mëshirës së tij dhe ndaj asaj mundësie që Allahu dhul xhelal ka për të bërë ty mirë dhe për të hapur ty rrugët e hajrit si në këtë botë dhe në botën tjetër.